me emër, me mbiemër, e shpreh vlerësimin dhe më falenderoj për angazhimin. Po keni pasur edhe konferencat për bashkë. Tjetër është që ka veç krizë, të po thuvesh për mes krizave dhe ky përfiton. Tjetër është që nëse ko marr Bajrakun me bë politikë me këtë punë. Kjo temë tjetër. Tjetër është që u përdor mandej për po jena politik, po më rëndësi është sovraniteti i ushtri me pas integritet edhe vendi me shku për pola. Tani vim te stadiumi tema është se s'ka rrugë, se s'ka arsim, se s'ka shëndetësi. Çka? Ja. Ko regres. Kush regres? Çka? Hajt këshire 28 hin të KQZ-ja. Ose ajo rubrika zgjedhje. Prit. Çka diskuton Rezultatet e zgjedhjeve të dhjetorit të vitit 2025 të kallxon a ka pos regresa propagandë. Këngëshërët e propagandën e vazhdueshme kështu sopori ato shpenzu propagandë. Po s'ka personalitet, s'ka figurë. Unë edhe ti mund t'i kemi dy mendime të ndryshme, është një gjyqtar, është qytetari i cili ka me votu i lirë me te kutia e votimit dhe ai ka tregu që çto po të bin poshtë Arjan. E çe provën e pyetje. Nuk po thotë që ka Severiski. Edhe në pyetje konkrete. Fundit për drenorin se shkojnë me zonin se mos i lëm se e kemi treba. Ai ka thotë ty që ti po mblokon. Edhe me të njëjtin sistem keni shku se gjatë vitit 2025. Përstavën e zate nuk shon ndryshime. Edhe në pyetje konkrete po ta bëj. Patjetër urna. Pse nuk u zbardh rasti Astrid Dehorit? Edhe unë kam çat pyetje pse. Po, që to do të më bëj Albin Kurtit, jo mu. Po ne aja ke botin kuvend. Po ta bëj ty që që mbështet, edhe spiqil syt. Unë jam këtu analist. Ti po thuj ku besu ka uzave. Sfidu ty. Para do ditë kemi pas vetvendosje se kemi sfidu se cilën prej tyne. Ama ç'kjo me thonë që Albin Kurti jeton ose ngritet përmes krizave që kjo nuk pinuj më vazhdim si kriza të prodhu. Krizë politike. Para më nuk krizë politike. Drenori. Faleminderit shumë Xhan, urdhro. Keni debat interesant që preku shumë tema edhe qaq tema të ndihshme sa që po e marr njënën, po më dhimbet tjetra me lan. Në shkund gjitha. Vetëm nuk e di a e ke debatin me Drenorin apo me Arjanin. Për gjitha kam. Nashta e kisha nis nga kjo e fundit për shkak që është më emocionale edhe unë prek më shumë. Mitrovica.